vendim më antishqiptar nga të shumtët të cilët i kam parapri këtij vendimi. Për arsye se vendimi të gjykatës kushtetuese në Tetov i ka parapri kryqi në Kodrën e Diellit, i ka parapri dënimi drakonik i Shkëndijës para ca ditëve, i ka parapri një marsh i koalicionit Vlen para zgjedhjeve lokale, pa asnjë simbol kombëtar. Dhe kjo që ndodhi dje në gjykatën kushtetuese është vetëm kupolla e ndërtuar me një ndërtesë që nuk e dim se ku do ta ketë fundin. Por arsye se ne sapo fillojmë të mendojmë se një e arritur është zhbër dhe ma nuk ka ku të shkojmë më të dje, të nesërmen, kjo qeveri, ky pushtet gjyqësor, neve na dëshmon të kundërtën dhe thotë se e keqja ndaj shqiptarëve me këtë pushtet, me këtë qeveri, nuk e dim se ku e ka fundin. Tani ta dëgjojmë zotin Sulemani. E para, asnjë arritje e shqiptarëve nuk është bërë. Zhbërja e këtij vendimi ka të bëjë për arsye se vendimi është gjysmak. Sikur që kanë pasur plot vendime gjysmake, sikur që është çështja me punën e mbedresantëve, të cilët para zgjedhjeve i therrën, i mashtruan dhe në fund gjykata e shfuqizoi, Vleni e rregulloi këtë punë me ligj dhe nuk kanë problem. Sikur që është gjysmake zgjidhja e ligjit për përdorimin të gjuhëve, sikur që është gjysmake mos lejimi i studentëve për ta dhënë provimin e jurisprudencës dhe plot vendime të tjera. Do thonë, në kohën e Vlenit, asgjë që është arritur për shqiptarët nuk është shfuqizuar. Gjitha janë madje të avancuara në shumë çështje. Ajo që e përmendet në lidhje me legitimitetin prej popullit që e marrim për t'i përfaqësuar në qeveri, jo në organit gjyqësore. Organit gjyqësore nuk përfaqësojnë popullin, po ato janë të pavarura prej politikës dhe nuk zgjedhen nga zgjedhjet parlamentare. A janë kështu gjithë zoti Sulemani, edhe ata që janë në gjyqësor edhe maqedonanë të shqiptarë? Kështu duhet të jenë, Abedin. Pak të krijohet një përshtypje në opinionin publik, sepse koalicioni Vlen merret vetëm me zotin Kadriu, cilin e potencuat, i cili vetë ka deklaruar. Gjithë aty janë zgjatje politike e pushtetit të kaluar. Edhe vetë zoti Konstantinović ka qenë këshilltar i ish-presidentit Gjorgje Ivanov. Nuk po i përjashtoj të tjerët.